Përshëndetje gjithve nga Rahoveci, përshëndetje mbrapa është moja Shkodronit, përshëndetje gjithve, këtë ditë të bukur, të shajt, që kjo Rahoveci që po shihet, këtu, këtë Rahovecin me po me rëthin, këtë me rëthin, ec më mbrapa që ne, këtë Rahovecin me rëthin me po që so bukur. Pepe ko, dil që atje në qësh, qëre, sot me një shpirt mirë, sot me një njeri, me Murat Lokun, invalidin e luftës, për hir trishunat e orta, për hir dëshmorëve, Xhelal Hajda, unë dëshmorët e kombit, unë arrita me Murat Lokun, këtu, që Murat Loku, dy fjallë o burri dheut. Përshëndetje nga Rahoveci legjendar. Unë pra kem marrë për të nderuar. Ec më mrena që ne. Kem marrë këtu për të nderuar dëshmorët e kombit të cilët dhanë një më të shtrenjtën jetën për lirinë e vendit të cilën sot e gëzojmë. Da i përshëndes të gjithë familjes e dëshmorëve, invalidët e luftës, veteranët, po ashtu ata të cilët kontribuan për çështjen tonë kombëtare, nënat të cilat lindën bij dhe bija të dalë zot të vendit, po ashtu edhe mëgatën e cila nuk na harroj çdo moment për çështjen tonë kombëtare, dhe kështu që sot ne pa luftës sot gradishme të ushtrisë shqiptare të Kosovës, sot lëvizim lirshëm. Unë deri në vitin 99, mund me thonë, Ferizaj nuk e kom ditë aq sa duhet, se s'kom guxo, se kam ditë, e bërë dëshime ecë me lëviz, po s'kem guxo. Ferizaj më sa ofshës qytete tjera, fshatra tjera, ka lëvizim sot, bile as ëndër si kom pa, po fa luftës, sot ecëm lirshëm, punojmë lirshëm, komunikojmë lirshëm, po ashtu edhe jem shoqëruar me të gjithë kombin shqiptar, anë kënd Kosovës, trojve shqiptare ka gjindën. Lavdi të gjithë dëshmorëve, respekt për juve shoku Muhamet Kuka. Faleminderit. Murat Loku, a di ku je këtu? Ktheu prap. Ktheu me çat lamor. Këtu Murat. Jam në qytetin e Xhelal Hajdës, Po. Dhe Mincit, po. Më zonë më të lartë se kënë të një. Po jemi në qytetin e Xhelal Hajdës, apo tonit dhe Mincit, pra këto ke marrë për të nderuar dëshmorët dhe ata të cilët dhanë jetën për lirinë e vendit. Lumë goja. Sot kem një rrugë jo të mundimshme, një rrugë të bukur, për atë arsye sepse i vizitojmë familjet e dëshmorëve, dëshmorë në Ladravc. Sot me Bacin Murat, me 26 prill 2025, sot na rrugës për Drenoc, 300 e orta UÇK. Po sot me Bacin Murat, e kena bon, edhe do ta bomi Shqiponia 2 krenare. Sot me Bacin Murat, këtë ditë e shajt, jemi nalë, po këtë vend, pa ka shumë histori. Shumë histori ka, histori të mohe, edhe ka me value, po gjoku dëshmorëve, këtë vend ka histori të mohe, këtë vend ka emën Rahovec. Lavdi Vajdin Berishës, lavdi Sebajdin, doktor profesor Sebajdin Sena, lavdi gjithë dëshmorëve të Xhelal Hajdës, Aukshin Hotit, e kejtë dëshmorëve të kombit. Perenia ishë përbleft, perenia s'ku fsha falë, o Bacin Murat, mu më ke gëzu sot më mëngjes, mi ke qelë sytë, ma mirë. Unë i përshëndes gjithë shqiptarë kudo që janë në botë, dhe
në të vinë vendlindje, në të ndërtojnë vendlindjen, në të investojnë vendlindje e në të jetojnë, su kur na që po jetohemi, se vendlindja o ma e shenjtë se kejtë. Po, lavdi dëshmorve.